397 euro nuk mjaftojnë për jetesë, ato mjaftojnë vetëm për mbjetesë. Prandaj, paga minimale, konsiderojmë se duhet jetë 600 euro për personat me arsim të mesëm dhe 800 euro për personat me arsim të lartë. Ne në kuvend do të inicojmë këto ndryshime dhe njëkohësisht i mbështesim sindikatat duke i ftuar të bashkohen kësaj iniciative për të siguruar një jetë me dinjitet. Paga minimale në vend është vetëm 397 euro me paralajmërim për rritje minimale në 422 euro nga marsi i vitit 2026. Shqipëria dhe Serbia kanë pagën minimale 500 euro, dërsa në Serbi nga 1 janari 2026 ajo rritet në 550 euro. Në Maltëzi, personat me arsim të mesëm kanë pagën minimale 600 euro, kurse ata me arsim të lartë 800 euro kanë pagë minimale. Në Bosnjë, paga minimale është 511 euro, dërsa në Kosovë nga 425 euro, paga minimale rritet në 500 euro në vitin 2026. Maqedonia e Veriut, jo vetëm që është e fundit në rajon, por çdo vit e rrit hendekun. Kjo e bën fuqinë punëtore vendase më të lirën dhe më të ekspozuara ndaj varfërisë dhe emigrimit. Prandaj ne kërkojmë në 1. Paga minimale të përshtatet me kostet reale të jetesës dhe të arrijë nivelin mesatar rajonal. Të zbatohet model indeksimi që ndjek inflacionin dhe produktivitetin, si dhe në 3 të sigurohet mbështetje fiskale për kompanit mikro dhe të vogla, sipas modelit Shqipërisë për kalim të qetë drejt pagave më të larta. Dhe në 4 të ndërmeren masa aktive për të mbajtur fuqinë punëtore dhe për të zvogluar emigrimin.